Fenomeni Shkodran Luiz Eli ka ndarë një video të jetë të ëmbël dhe plot dashuri në rrjetet sociale, ku shihet duke kënduar një këngë shqiptare ndërsa mban në krah të bien, Luna Marin. Me zërin e tij karakteristik që gjithmonë përcjell emocione të forta, Luizi këndon me buzëqeshje, ndërsa Luna e vogël e ndjek me habi, duke buzëqeshur dhe duke u përpjekur të bashkohet me tingujt e babait të saj. Pamja është plot ndjesi, duke treguar anën më të butë e të dashur të artistit që është mësuar të shihet në skenë apo në publik. Vogëlushja Luna, e veshur në rozë, e mbështetur në kraharorin e teatrit, duket krejtësisht e qetë dhe e lumtur, ndërsa dëgjon këngën që ai ja këndon me përkushtim. Ky moment i thjesht, por i mbushur me ndjenja, është kthyer menjëherë në një nga postimet më të pëlqyera të Luizit. Fansat kanë shpërthyer në komente duke i uruar dashuri e bekime familjes, ndërsa shumë prej tyre kanë theksuar se Luizi është babai më i ëmbël në botë dhe se Luna është fëmia më me fat që ka një baba si ai. Videoja përçon një ngrohtësi që shkon përtej ekranit, një lidhje e veçantë babë e bij që ndjehet në çdo sekondë të pamjeve. Luizi, që gjithmonë ka ditur të prekë zemrat e publikut me emocionin e tij, këtë herë ka zgjedhur mënyrën më të thjeshtë për ta bërë, përmes një këngë, një përqafimi dhe një momenti të pastër dashurie prindërore. Në këtë postim, ai tregon edhe një herë se përtej famës, karrierës dhe zhurmës së përditshme, ajo që ka më shumë rëndësi për të është familja. Përqafimi me Lunën, shikimi i saj i pafajshëm dhe harmonia që krijohet mes tyre janë dëshmi e një dashurie të pastër që vetëm një prind mund ta përjetojë. Fansat e Luizit dhe Kiarës kanë ndarë videon kudo, duke e shndërruar në një moment viral, ndërsa shumë prindër janë ndjerë të prekur nga mënyra se si ai arrin të përcjell emocion përmes çdo detaji të vogël. Në fund të fundit, nuk ka muzikë më të bukur se ajo që buron nga dashuria për fëmijën tënd. Ky moment i ëmbël mes Luizit dhe Lunës është bërë simbol i qetësisë dhe ngrohtësisë familjare që shumë njerëz e kërkojnë në jetën e përditshme. Ai dëshmon se dashuria e vërtet nuk ka nevojë për skena madhështore apo fjalë të mëdha, mjafton një përqafim, një këngë dhe një buzëqeshje për ta ndjerë lumturinë e plotë. Për Luizin duket se çdo ditë me vajzën e tij është një frymëzim i ri, një arsye më shumë për të buzëqeshur e për të vazhduar rrugën me energjinë dhe pozitivitetin që e karakterizon. Dhe ndoshta, kjo është edhe arsyeja pse publiku e do kaq shumë, sepse përmes çdo gjesti, ai tregon se suksesi i tij më i madh nuk është fama, por dashuria që e rrethon në familje.